Ndërsa debati për investitorët e huaj, nëse po vinë apo po ikin nga Shqipëria është kthyer jo vetëm ekonomik, por edhe politik. Ministri i Financave Arben Ahmetaj ka ripërsëritur përpara studentëve të Fakultetit Ekonomik se sfidë për vendin mbetet përmirësimi i klimës së biznesit, gjë që sipas tij duhet bërë nëpërmjet lehtësimit të procedurave dhe jo subvencioneve të investitorëve të huaj, siç bëjnë vendet fqinj si Maqedonia dhe Serbia. Flasim për klimën e biznesit, që është një sfidë më vete. Sfidat si kjo ja vlen të keni. Ka debat të madh, duhet të afrojmë ne subvencione për investitorët apo jo. Unë jam i bindur që jo. Duhet të afrojmë lehtësira procedurale. Duhet të afrojmë reformë drejtësi, patjetër. Duhet të afrojmë një sistem tatimor shumë të thjeshtë, por jo subvencione. Se subvencionet e devijojnë. Mund të ketë rritje të përkohshme, por afatgjatë nuk e ndihmojnë një ekonomi. Kreu i Financave ka ripërsëritur se tashmë kriza ka kaluar dhe se ekonomia shqiptare po rritet. Sot duhet mos harroni që rritja ekonomike ka shkuar në 2.62%. Sigurisht që situata nuk është roz, por e kemi lënë krizën mbrapa. Sipas Ahmetaj, rritja e ekonomisë shqiptare është e konsoliduar dhe më lart se ajo në vendet fqinj.